s'po kemi më asë çka me thonë. Është e 15 herë, na vjen shumë keq që pa dashjen tonë jemi bë aktor të serialit më të padëshirueshëm politik në Kosovë. Situata politike në Kosovë nuk ka një alternativë tjetër për dalë prej kësaj situate, për arsyen e thjeshtë që as lëvizja vetëvendosje dhe koalicioni i tyre nuk i kanë votat dhe ne kemi pranuar me sinqeritet që as partitë deri djeshme opozitare nuk i kanë numrat. Kështu që për të ecur për të para, për të pasur një vullnet, për ta zhbllokuar situatën, kjo është alternativat e cilën ne kemi vendosur mbi tavolinë. Shpresojmë që partitë politike të jenë prezente në takimin e ftuar nga presidentja dhe nëse janë kundër propozimit tonë, atëherë po besoj që janë ata të cilët duhet lëvizin.